Tu jashtë të parë. Po festove dhe i herë. Do ja 5 sniper. Da drejt 4. E lash nuk flas më. Unë duhet zhdukam nga këtu se. Arti në stadium, po shef ndeshin apo po shef ndonjëherë? Merr me llafe, t'hapin pak fjalët, Trevisa merret me filanin, Geri merret me filanin, Mirela me filan, ç'puna keti më vëlla. Po kush je ti që të ndërhysh në jetën time? Unë mund vi në stadium, po më vi, dua ta kem të dashurin futbollist. Më pëlqen filani, ti që halli ke? Se s'kena vënë një varg hudhra aty. Për sa kohë ti dëshiron ta marrësh kështu, vazhdo vëlla, je shumë i lirë ta marrësh, nuk më intereson fare. Pyetja që doja të bëja, por nëse ndeshin Egnatia dhe Po çfarë do të bësh? Do të bësh me dhe fiton Egnatia, si do ja klubin e Egnatias tash, kjo do që të më ishin nga puna. Thon ti je non grata në rrogozhi. Sidomos kur luajnë Caeca, domethënë kur luajnë një ekip. Si është për ty që të jesh Më këtu po. Edhe të mos E përgjigje. kemi këtë fat mirë se nuk duket të poshtë. Se jo mos shkoj Ignatia në Europa League, se jo mos t'i bjerë Juventusin grup edhe të shkojmë ta shohim Juventusin këtu pra. shikoj. Eurobenia, shesh. E zgjuar, kjo do ishte shumë e bukur, po. Përshëndetje të dashur shikues, edhe sot jemi në Offside dhe ndryshe nga gjitha herët e tjera, sot kemi për herë të parë një të ftuar speciale. Nuk po prezantoj Gerin, se tashmë ju e dini që me Gerin do jem gjithmonë këtu në Offside. Tani Gerin po e nxjerr pak Offside, pasi kam një Juventine tjetër dhe mund të them bjonden më të zgjuar që dhe ka njohurit më shumë se sa askush tjetër në fushën e futbollit nga vajzat dhe në gazetarinë sportive. Trevisa Tufa. Përshëndetje, faleminderit shumë për fjalë. Mirë se erdhe Trevisa. Mirë se u gjeta, është vërtet kënaqësi që jam sot këtu me ju me ty dhe me Gerin. Me Gerin sigurisht jeni të dy tifoz Juves, ndërsa me mua se s'ke ka shko. E keqja domosdoshme. S'kam çfarë të bëja këtu, të kam te krau. Që është e taksiratin dhe herë. Kur të binë ca taksirate duhet të mbash, po nëse kjo është taksirate bukur, s'ke çaj bën. Ja, kështu është kjo puna. Tani, Trevisa, si fillim do të them, më fal nëse do të vendos në siklet me ndonjë pyetje, po të kërkoj. Jo, prit një sekond tani, një minutë. Okej, filloj no. Se varet çfarë pyetjesh. Nëse janë pyetje normale, okej, se e di që po të ketë pyetje ngacmuese, ti herë nuk e parë. Ti do dalësh direkt. Ti del offside. Nuk e po unë mendoj dalësh dhe nga studio. Okej, më bën dalje. E prisja. Se këtë e prisja, po patjetër, edhe unë e prisja, prandaj kisha menduar. Para prit gjithçka. Geri po ta lëndor ty me Jo, ta pyetje. zbusimi çik tani se ti e morë direkt me marshin e 5. Direkt më. Ose 3 gosën tash direkt. Unë Nuk pa treba kaluar minuti. Trevisa, po si është që të flasësh dhe të raportosh për sportin në Shqipëri, një terren që tradicionalisht i ka takuar burrave meshkujve, që themi. Ditët e sotme është akoma një terren i vështirë apo ka ndryshuar ai perceptimi? Si është realiteti sot? Për një femër kam përshtypjen që në Shqipëri dhe jo vetëm, është e vështirë çfarë do lloj pune që ti të bësh. Mjafton që je grua, mjafton që je vajzë, ke dëshirë të punosh, por sërish pjesa tjetër e burrave, e djemve, e meshkujve, nëse do t'i thoja kështu, e kanë të vështirë të pranojnë që një vajzë për shembull mund të bëjë mirë në zanatin, në profesionin që ajo kërkon të ngrihet çdo ditë më shumë. Në Shqipëri është e vërtetë që sporti, futbolli ka qenë dikur i meshkujve në thonjza, tashmë nuk është më. Ka vite që nuk është më, luhet futboll edhe nga vajzat. Vajzat moderojnë edhe emisione sportive. Kjo është gjëja më e mirë dhe kjo nuk po ndodh vetëm tashmë 5 vitet e fundit, por ka disa vite që vajzat kanë hyrë në treg dhe më vjen mirë që nuk ka më vetëm vajza të bukura, po themi që moderojnë, ka dhe vajza të zgjuara, ka dhe vajza që marrin vesh nga futbolli dhe sot janë aty për të prezantuar, për të marrë intervista dhe për të qenë pse jo në po themi në fushën e blert me lojtarët. Të ndërhyj pak unë tani. Po që ma dogji pyetjen. Se Këtë do të thoja unë që gosat e realisht vajzat sot, jo vetëm moderim, po edhe në aspektin analizës që ftohen në fushat ndryshme sportive, merren realisht dhe bëjnë realisht analizë taktike apo merren si imazh në aspektin. Unë jam gazetare sportive, kam 9 vite e gjys punë, jam për pak muaj bëj 10 vite punë,
vetëm gazetare sportive dhe nuk mund të bëj analizë taktike. Sepse unë nuk jam trajnere, unë nuk kam mbaruar, s'kam një diplom për këtë gjë, unë mund të kuptoj, mund të marr vesh, por unë nuk mund të dalë të them unë po bëj një analizë taktike. Nuk e them dot këtë. Në asnjë moment unë mund të marr vesh shumë nga futbolli, mund ta kuptoj futbollin shumë mirë. Por nuk mund të them që po e bëj unë këtë analizën. Ka vajza që kanë qef të dalin, ndoshta për të thënë 5 fjalë nga futbolli, për t'ju investuar edhe tek vetja vet, për të gjetur disa dyer për të punuar në ekran, sepse kush nuk do ta donte ekranin. Ka shumë njerëz që e duan dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë. Ka vajza që e kuptojnë, japin mendimet e tyre, por unë nuk mendoj që është e drejtë qoftë edhe për ndjes, qoftë edhe për meshkujt, jo vetëm për femrat. Më thënë edhe një djalë të dalit dhe thotë po bëj një analizë taktike nuk më duket e drejtë për sa kohë ti nuk je i fushës. Në kuptimin që ti nuk ke luajtur asnjëherë futboll, ti nuk e marr një diplomë sa i takon trajnimit, ku di unë, drejtor sportiv, do të kesh një licencë, diçka, të kesh punuar njerëz si trajner, qoftë edhe tek moshat. Nuk mund të themi që një tifoz mund të bëjë një analizë të tillë. Patjetër. Që kjo vlen për të dyja palët, edhe për vajzat, edhe për djemt. Por ndoshta Geri niset më shumë te kjo pjesa spontane që thot, ke shumë vajza që janë moderatore sportive, por në faktikisht ne nuk i kemi parë asnjëherë në stadium. Dhe s'kan pikë lidhje dhe nuk njohin as futbollistat, thjesht janë aty për shkak të siluetës apo për shkak të pamjes së tyre. Dhe si e mendon ti këtë gjë duke qenë një gazetare që të paktën unë me ty kam edhe këtë shoqërinë që të shoh çdo ditë në stadium, çdo ndeshje në stadium, të paktën në 5 ndeshjet e superiores që ka një javë, në 3 prej tyre ose 2 prej tyre ti je aty. Dhe vazhdimisht shikon, i njeh lojtarët, i njeh trajnerët, i njeh lëvizjet, dhe kjo është pyetja domethënë që ne kemi më shumë për ta përçuar tek audienca, tek njerëzit që na shohin. Jo vetëm në aspektin e moderatorës, por edhe e kuptoj këtë gjë. Unë mendoj që kjo funksionon kudo në botë. Më thënë, vajzat e bukura gjithnjë kanë qenë pjesë e sportit. Jo vetëm futboll, basketboll, në volejboll. Pra, flasim sa i takon gazetarisë sportive, nuk po flasun në fushën e blert ose në parket, domethënë. Kjo ndodh kudo në botë. Këtu në Shqipëri ndoshta e kanë kaluar pak më tepër. Ndoshta duhet kishte edhe nga ato vajzat që unë po marr drejtimin e një emisioni sportiv ose dua të bëhem gazetare sportive, por dua dhe të mësoj rrugës. Që unë vitin e parë ndoshta nuk jam shumë mirë, por ama gjatë këtij viti të parë të punës time, unë mund të mësoj dhe mund të jem shumë më mirë vitin e dytë, që pastaj është shumë e thjeshtë. Ka vajza që këtë nuk e bëjnë. Kjo është për të ardhur keq, që ti realisht e do këtë punën në televizion, do që ti jesh e mirë, por nuk mund të bëhesh e mirë vetëm duke lexuar skaletën që ta sjellin të tjerët. Duhet ta lexosh skaletën me njohuri, pra duhet futesh, ta përpunosh vetë, sepse edhe mua ka raste më sjellin skaletën gati. Patjetër, unë kam kolegët e mi që punojnë, por unë futem, e shoh dhe kam informacion se unë lexoj gjithkohon, unë shkruaj lajme, unë marr intervista, unë bëj pyetje. Pra, nëse ti nuk di se kush janë 5 pyetjet, 5 rregullat bazë të gazetarisë, për mua nuk je një gazetar sportiv. Nëse ti do të jesh një moderatore që nuk ka nevojë të kuptosh nga futbolli, thjesht do të jesh aty për shefin tënd, është e drejta jote, jetojmë në një botë lirë, është viti 2026, por e mira është që njerëzit të investojnë pak më tepër. Qoftë edhe për të parë të ndeshjen në fundjavë në fushën e Blert. Unë ka patur momente që nuk kam qenë në stadium. Nuk kam mundur, kam mundët e mia, nuk kam qenë. Ama kur kam qenë në shtëpi, e kam hapur televizorin, i kam parë të 5 ndeshjet. Sepse të paktën këtë vit kemi patur mundësi ta kemi edhe falas. Po. Dhe mund të ndiqnim. Kështu që gjithë ndeshjet, minimalisht njërën të paktën më të rëndësishme. Qoftë edhe nga ekrani i televizionit. Highlights dhe ndeshja janë dy gjëra të ndryshme. Jo, absolutisht, po them në moment që ti nuk ke mundësi që ti shohësh 5 ndeshjet. Shikon vetëm një. Patjetër, dhe pjesën tjetër e mbulon, sigurisht. Por fakti që askush nuk përpiqet, ose ti të dalësh të ngatrosh emrin e një lojtari, të një trajneri, në kuptimin që as nuk e njeh fare se kush është ai të ka ardhur në studio dhe ti thua emër tjetër për mua, kjo s'është fare e pranueshme. A ka pas ndonjë rast, ndonjë situatë ku ke pasur të ftuar apo që s'ka pasur një urinë dhe ti ke menduar ose ta kanë ftuar stafi jot
Dhe ke ngecur pak prit çfarë pyetje ti bëj se s'ka një huri të duhur edhe Jo. sepse i para përgatit besoj të ftuarit apo? Jo, unë zakonisht merrem vetë me të ftuarit e mi, në gjitha emisionet që kam bërë, çdo intervistë jam marrë unë gjithë kohës duke biseduar që përpara dhe e di se çfarë do të pyeteshin, e di se kush janë dhe pjesa më e madhe e të ftuarve në emisionin tim janë të ftuar që kanë të bëjnë direkt, po themi, me futbollin, po e marr si sportin më popullor që është në gjithë botën edhe pak më i ndjekur sigurisht dhe pra jam munduar të marr njerëz që janë të fushës të vlerë, qoftë trajner, qoftë lojtar, qoftë ish futbollist, ish trajner, domethënë që ata e dinë se çfarë po ndodhet dhe çfarë po bëhet. Nuk jam mundur po them që hajde të mbush emisionin unë dhe të marr dhe njerëz që cila ka qenë një situatë më e sikletshme që të ka ndodhur, për shembull, ka qenë transmetim live apo në një situatë jo vetëm që të ka vendosur presion, po siklet ose komike dhe se ke ditur të ke mbajt, domethënë me zore ke dal nga situata, ka pas vështirësi për dal nga situata. Jo, këtë me vështirësi mund të ndodhë edhe në backstage, e kupton, thjesht ka qenë. Për shembull, mbaj mend sapo kisha filluar punë tek Newsi, ishte viti im i parë, do moderoja emisionin tim Sport News ditën e diel, bënim një emision në darkë dhe një i ftuar, nuk po e përmend emrin, gjithë respektin dhe dashamirësinë që kam. Ishte ora 10:10 e mbrëmjes dhe unë në 10 futesha live sepse emisionet i bëj gjithë një live. I ftuari nuk më përgjigjej. Dhe më shkrua në orën 10:06 minuta, diçka e tillë, unë jam operuar, më thotë, edhe nuk mund të vi. Opa. Dhe unë e kisha studion vetëm me 2 të ftuar, dhe kisha dhe Skype pastaj, dhe më mbet vetëm një i ftuar në studio dhe pjesa tjetër ishte bosh. Çfarë mund të bësh në 6 minuta në kushte që ti nuk ke asnjëri afër? U detyrova pastaj futa kolegun tim që zakonisht ndronte në kufje për të vendosur kronikat, strishat, çdo lloj gjë, i thash duhet futemi në studio se nuk kemi çfarë bëjmë tjetër dhe me atë e mbuluam. Po pjesa tjetër pastaj është edhe eksperiencë. Po patjetër se ka patur dhe unë kur kam qenë tek RTS-ja, puna ime e parë, pata një blackout total, domethënë lidhje direkte që kisha bërë kush e di sa më përpara, thjesht ashtu ndodhi që për një moment u bllokova s'po flisje dot. Duhet më flisnin kufje që reago, çfarë po ndodh. Që unë e mblodha veten, mund të ketë zgjat kjo gjëja diku te 3-4 sekonda, mua më dukej si përjetësi, isha gati të leja mikrofonin tikja. Po ishte hera e parë dhe e fundit që ndodhi, patjetër. Blackout indirekt. Po, është gjëja më e keqe që mund të ndodhi. Kjo gjë eri si presion nga intervistuesi dhe nga ajo çfarë do thoje, do transmetoje, do tregoje. Jo, ishte momenti, unë isha futur në transmetim, do dhe luaj ndeshja e Partizanit në Evropë, nuk e mbaj mend kush ka qenë kundërshtari, se ka 9 vite. Imagjino. 9 vite, edhe filloj të flas, ndodhem këtu ka qenë stadiumi Selman Stërmasi, dhe në një moment thjesht u bëra blackout. Kaq, harrova çdo gjë që doja të flisja, dhe ka qenë një ndjeri Costa Grillo në kufje, dhe thotë Trevisa reago, po nuk dëgjoj në ekran. Reago, më thotë mua, domethënë flit. Nëse ai nuk do fliste, unë do lija mikrofonin dhe do ikja. Dhe në një moment thjesht e mbledh veten dhe vazhdoi flas, pastaj normalisht. Të erdhën. Po, e mbyll në atë moment, pastaj bëj lidhjen me të ftuarin që kisha mbrapa për diskutuar me Partizanin e ri që ishte krijuar për të luajtur në Evropë, se kishte patur disa largime. Por ai momenti për mua ishte nuk di domethënë 3 sekonda sikur ka qenë 3 javë. Thash pra 30 vjet, jo 3 javë. Më dukej kështu, unë vdisha, mora fund komplet. Po pastaj e kuptova që nuk ka asnjë lloj gjëje sepse kjo është e bukura e live-it, kjo është e bukura e televizionit që njerëzit nuk janë robot. Sepse nëse do të ishim robot, atëherë po, nuk jemi robot, mund të lexojmë, nuk ka nevojë të jetë çdo gjë përmendësh. Secili mund ta kaloj këtë blackout-in, në rëndësi ka që ti ta mbledhësh veten shumë shpejt dhe ta vazhdosh gjën. Do të bëj një pyetje. Domethënë ti ke intervistuar president, drejtor, drejtues, trajner, futbollist, ish futbollist. Por ti lëm pak ish futbollistës, cili nga këta është më e vështirë për të intervistuar dhe për të marrë informacion gjatë intervistës, sepse futbollisti janë trajnerët, drejtuesit apo presidenca? Shiko,
Kjo është një pyetje shumë e lezetshme me thënë drejtën, se ka disa përgjigje brenda. Ka shumë futbollistë që kemi kohë në flim të sonte. Ka shumë futbollistë që flasin shumë mirë. E kanë. Po, ka nga ata pastaj që mezi i nxjerrin ato dy fjalë dhe për shembull më thon përpara intervistave, po pse mo çka kemë mua dhe unë po jam e detyruar për shembull se klubi të ka dhënë, nuk është se e kam vetëm unë në dorë. Po e kam këto të mirë që kur kam lojtarët mundohem që të mos ja bëj live atë intervistën dhe i them që rrini të qetë se çdo gjë unë ja rregulloj në montazh e kështu. Sa i takon pastaj lajmeve e kanë më të vështirë të japin lojtarët se janë ca gjëra pastaj penalitete që mund të ndjeken nga ekipet. Nga drejtuesit. Po them që pak më e vështirë është të merresh të intervistosh presidentët e klubeve. Se patjetër kanë një rang tjetër, ndoshta edhe ne s'kemi shumë komunikim gjatë gjithë kohës, është ndryshe si komunikon me trajnerin që ti mund të flasësh çdo javë në konferenca për shtyp ose në intervista që bën, është ndryshe me lojtarët, por presidenca është pak më ndryshe, pastaj sepse jo dhe me të gjithë mund të kesh kontakt. Kështu që sa i takon kësaj pjesa, unë mendoj që çështja e presidentit është më e vështirë për Cili ka qenë presidentin nga kategoria e parë ose superiore që ka qenë më i vështirë për të intervistuar? Sepse nuk të jep të përgjigjen që ti domethënë që ti të dëgjoje. Të thonë të 1000 gjëra të tjera, por nuk të thoshte asnjëherë atë çfarë ti e ke pyetur. Është edhe çështje politike pastaj se si ai sigurisht patjetër. Po të e bëj pyetjen dhe unë i them sepse cili është më i vështirë se prandaj nuk po them cili. Nuk e di, po për më atletin sepse kam përshtypjen se mund të ketë qenë presidenti i Tiranës Refik Halili. Thjesht një përshtypje. Unë të gjithë presidentët një lloj kam patur në intervistë, domethënë të gjithë kanë patur atë mënyrën e tyre për t'i shmangur gjërat. Kanë nxjerr ato çfarë ato duan dhe kanë shmangur ato që kanë dashur. Nuk është se kanë një president kush shmang më shumë. Po të gjithë. Beso, të gjithë e kanë këtë. Sa i takon për shembull Mercatos, çdo që të pyesësh nuk do të flasim. E vërtet kjo. Nëse hajde flasin e jashtë kamerave, të gjithë do të tregojnë, po, e ka marrë, ka firmosur, do thotë. Po mos ma nxjerr. Po që ti po vlla po unë këtë dua. Këtë kam live. Unë këtë kam live që dua kështu. Po tani kjo është një lloj marrëdhënie që duhet ta respektosh që nesër pastaj të kesh një marrëdhënie të shëndetshme dhe të mirë me palën tjetër. Ose edhe ata kanë atë frikën e tyre se jo pak raste kemi dëgjuar që X futbollist kanë nënshkruar me X klub, më pas ka hyrë një tjetër që ka bërë ofertë më të mirë, është prish kontrata dhe ata mbase duhet ta ruajnë dhe këtë pjesën e përplasjeve të shmangin situata të tilla, dhe më mirë thonë që prit, në moment kur bëhet prezantimi, atëherë mund ta japësh sesa. Jo, është e vërtetë. Patjetër. Shiko, kjo ndodh vetëm këtu në Shqipëri, ore se në botë nuk ndodh që të merret futbollisti ty edhe kur ke nënshkruar kontratën. Këtu tani ndodh ikin dhe lojtarët nga grumbëllimi, nuk është as hera e parë që ka ndodhur as e fundit, se është kthyer në një çështje normale, e mirë nuk është në fundit sepse për sa kohë po them ndoshta edhe për lojtarët që kanë qenë, ti ke ngrënë bukë ai klub. Mirë apo keq, pavarësisht situatave që ti ke patur, unë personalisht mendoj nuk mund dalësh edhe të bësh një veprim të tillë. Sado situata të jetë e vështirë, më mirë shko dhe bëj si burrat vllaun së dalë më stërvitje, vendos gjop, bë ç'a dush, me mua i ke mbyllur gjërat, ose mos shko fare, lëre. Po jo ta bësh kështu fshehurazi për shembull. Edhe të krijosh përplasje. Unë kështu jam, unë për shembull nuk mund të kudo që do të punoj, edhe në vendet që kam punuar, nuk mund të kem patur një vështirësi, por kam patur edhe momente të mira. Nuk mund të dal në asnjë moment të them shikoj se ata ma bën kështu, jo. Për mua kjo është pastaj mosmirënjohje. E vërtet kjo. Tani të kalojmë pak edhe një herë të kthehemi te pjesa e supersticioneve, domethënë që ekziston për femrat përgjithësi në Shqipëri për pjesën e futbollit edhe kuptimit nga ana e tyre. Ti je shumë aktive edhe në rrjetet sociale. Po, tani, komentet pozitive normalisht gjithë i duan, po pjesat e kritikave ose komenteve negative i mirëpret, i merr me sportivitet apo me thënë të drejtën, kur kam filluar punë isha shumë në siklet. Se thoja do komentoj dikush, do e lexoj babi, do e lexoj mami, do e lexoj në kushuri, do e lexoj në kushuri. Jo, po pse ma tha këtë? Pse? Dhe problemi më i madh është ti si individ si mund të flasësh për dikë që nuk e njeh.
tani ne kemi çik Kjo shqiptar. se kjo Po është themi për këtu që e kemi shumë lehtë që është t'japim shumë e vend për madhe. tjetër. Po, kjo është e vërtetë. Ndodh në të gjithë botën, po këtu te ne është shumë më shumë. Madje unë shoh lajme që nuk ka të bëjnë fare për shembull me titullin dhe njerëzit fillojnë të ofendojnë, të shajnë në mënyrë më të keqe vetëm nga titulli. Po futu lexoje se një klik është, nuk e ke me lek. Se nuk po paguan lek. Futu lexoje çfarë ka thënë ai tjetri. Si e ka shpjeguar. Në momentin që ty s'të pëlqen, mund t'japësh një mendim, por jo duke ofenduar tjetrin. Sot ofendimet janë bërë gjëja më normale. Kjo për mua është gabim sepse ti nuk e di se çfarë po kalon ai tjetri, a ka patur një ditë vështirë në jetën e vet, a po kalon një periudhë depresioni. Dhe nesër, gjithë kjo fryma e urrëties kthehet në një gjë që ndoshta ti nuk bësh pishman. As unë, se e kam shkruar thot pse më nga unë bëri këtë gjë ajo, por duke u bërë gjithë, ndikojnë tek tjerët. Unë në fillim e kam patur problem, i lexoja se do as më njohim, se duhet mendojnë kështu për mua, pse duhet flasin kështu, po sot me thënë drejtën, sot nuk më intereson fare. Se njerëzit që unë i kam pranë zemrës, njerëzit e mi, e din se kush është Trevisa. E din se nëse këtë gjë Trevisa e ka thënë me të keq apo jo. Për sa kohë ti dëshiron ta marrësh kështu, vazhdo vëlla, je shumë i lirë ta marrësh, nuk më intereson fare. Nëse ti vjen dhe më pyet Trevis, pse e ke thënë ti këtë gjë? Ose e ke thënë ti këtë gjë për mua që më tha Mirela? Po. Unë them, jo, vëlla, s'ta kam thënë. Hajde më nxirr me atë tjetrën. Ose pse e kam thënë? E kam thënë se kjo është gjë që unë kam thënë. Hajde diskutojmë pse je dakord, pse s'jam dakord. Pastaj këto komentet e tjera që ofendojnë kështu, le të shtohet o vëlla, çfarë them unë? Audiencë të japin. Jo, algoritëm. Shiko, unë kënaqem kur futem dhe lexoj që komentet te videot e punës, një gazetare e përgatitur, gazetare serioze, e mban veten kuptimin që nuk dele zhveshur në ekran e gjithë gjërat me radhë, patjetër që këto janë një lloj krenaria për veten tënde, se ke bërë 10 vite punë që të arrish në një pikë që njerëzit të vlerësojnë për atë që ti je, për zgjuarsinë që ti ke. Se s'po flasim, Trevisa bukuria radhë, se e dimë që s'jena ndaj bukuria radhë neve se po tash këshilla tash. Nuk jemi aq keq, po jemi bio. Kjo është rëndësishme. Unë ta them kështu, të marrësh në këshilla ata që e thon këtë gjë. Jo, ne kena bëj gabim sot, se s'kena vënë një varg hudhra aty. Ja, ma ka bler mami, më ka dhënë një sy kështu te varse, ta mami ngele duke të marrë sysh. Mami të dua. Edhe kështu që kam kohë që nuk e vras shumë mendje, por patjetër që komentet e mira t'japin një shtyllë shumë të madhe për të bërë motivojnë për me. Dhe versionin më i mirë i vetes tënde. Se na e preke pak edhe më sipër. Kjo pjesa e titujve clickbait. Domethënë, ku qëndron ai kufiri sot, se janë shtu edhe shumë portale që sillet rrotullohet po i njëjti lajm, dikush egzageron më shumë, dikush më pak. Ai kufiri midis kërkimit të audiencës dhe profesionalizmit. Nuk ka më limit. Limiti dhe njerëzilliku më mendoj që kanë vdekur. Sidomos në botën e medias. Në të bësh çdo gjë për të marrë një klikim për mua është shumë e rëndë. Sepse e përmenda pak më përpara ti nuk e di sa do të ndikojë asaj tjetrës. Këtu çdo gjë bëhet sot mediatike. Këtu ti del për qefin tënd me dashurin tënd në plazh dhe del një video aty që thjesht po rri, që ja çfarë bën çifti në Durrës. Hajde tash, shofsh aty thjesht po rrin. Po rrin o vëlla, po rrin, po përshafon me njëri tjetrin është bërë nami. Domethënë, sot nuk ka një limit, sot vetëm kur e shef fytyrën tënde në rrjetet sociale pa limite. Me titull skandaloz vetëm për të marrë ato lekët e klikimeve që ka një lloj njerëzilliku. E sidomos kur bëhet fjalë midis kolegëve. Po kjo të vret më shumë se sa pjesa e komentit. Patjetër. Po janë njerëz që ti i ke në rreth e përqark, sepse shiko, si unë dhe Trevisa shkojmë stadium dhe e shohim për ditë. Dhe në momentin që ne kemi njerëz që ju themi si jeni, ju buzëqeshim etj etj, ajo buzëqeshja që ne mund ta japim për mirësjellje apo mënyra se si keq interpretohet dhe duket sikur ose ke arti në stadium po shef ndeshin apo po shef ndonjëherë? Në kjo pyetja që me thënë të drejtën o Mirela se ja, sa bukur dole. Po dhe nëse po shoh ndonjëherë, ç'a duhet ju më vëlla? Do drejtova aty, po ç'a ju duhet ju? Po mirë mo, unë burr s'kam.
Unë kalamaj s'kam, edhe nëse do kisha kalamaj do isha beqare. Ç'punë ke ti mo vlla? Domethënë, sot është bërë se cili fut hundët të puna e tjetrit të merren me llafe, të hapin pak fjalët, Trevisa merret me filanin, Geri merret me filanin, Mirela me filan, ç'puna ke ti mo vlla? Po kush je ti që të ndërhysh në jetën time? Është ajo që thash. Unë mund vi në stadium, po më vi, dua ta kem të dashurin futbollist. Më pëlqen filani. Ti ç'a halli ke? Po, fiks. Ngel pa buk? Familjen e le pa buk? Pushimet nuk i bën dot, po se more vesh. Më thënë, po rri me mua, po rri gjithkohën aty me mua dhe shko flet mbas krave e zem. Kjo është pastaj. Domethënë njerëz që na buzëqeshin dhe na flasin nëpër stadiume edhe na shtiren si miq. Kjo është problemi më i madh kryesor që për shembull ne gazetarët sportive e kemi. Nuk e kemi problemin e raportimit apo të audiencës apo të njerëzve që na ndjekin në rrjetet sociale. Ne kemi problem, domethënë, shiko, ka raste edhe vajzat, jo vetëm çunat. Kemi edhe nga këto raste që kolegët tona na dalin e na shplajnë ne andetin, vinë, sa bukur je bërë sot. Shkëlqen. Është normale, në çdo punë do. Po, kjo është. Shikon në botën e sportit dhe në botën e medias është shumë e keqe. Mua në fakt thash, më bezdisin fjalët se çfarë i mund t'i interesoj dikujt jeta ime. Për sa kohë unë s'po të bëj asgjë ty, as po të ndikoj ty fare në asnjë centimetër, milimetër të territorit tënd, ç'punë ke ti se ç'bëj unë? Ç'punë ke ti me kë merrem unë? Është një shprehje. Se jemi, domethënë dikur kanë qenë ato gratë e lagjes që dilnin se e kanë pas zakon dikur, tani po dalin në çdo cep. Dikur kishin frikë më fut lagje, unë jo se brezim është pak më ri, po gocat. Sot s'di tani edhe në kafe po dalësh, e ka të dashur. Dalësh për shembull për një intervistë pune të flasësh me dikë 5 minuta përpara në një kafe, përpara se nis intervista, u lidh, u martu, ku di unë, nuk di fare. Ka nisur fëmijën. Datën e dasmës kur e ke? Datën, ja dhe pak. Jam e ftuar. Patjetër, sigurisht, ti e di s'ke nevojë për ftesë fare. Trevisa, sot ti je nga ana tjetër e mikrofonit se ke qenë zakonisht. Si po ndihesh me komod? Me thënë tu apo nga ana moderimit, me thënë drejtën. Flas, se unë kam të gjën që jam shumë e lirshme në gjërat që flas. Nuk dua që njerëzit kur më shohin në intervistat njohin Trevisen se ç'është në jetën e përditshme. Po nuk e pat përshtypje pra. Paraprakisht. Para se të jem në patjetër. Prandaj them, kur unë jam këtu dua që njerëzit të njohin atë Trevisen që është në përditshmëri, që ka batutën, që nuk është dhaj serioze, se mua më thon ti sikur do vrasësh 7 rrop kur të shef në sy. Domethënë e kam këtë, po unë nuk jam kështu, edhe Mirela e di shumë mirë. Ne jemi bërë shoqe që në takimin ton të parë në stadium. Dhe është, domethënë, nuk ndoshta edhe se besonte që e kam këtë lloj karakteri. Thjesht e mendoj mbrapa, ndërkohë që ju vazhdoni bëni pyetje, ore, mos thash ndonjë gjë këtu tani se do dal aty, se kur janë te puna ime unë, i pyes të tjerat. Dhe i them pastaj, ore, se mos ndoshta e vën në sikletë kështu, kurse tani unë ju them vetër e hiqe këtë pjesën nëse bëj gabim, po sërish është ajo pjesa që ti thua mos shpreh diçka gabim, mos cënoj dikë. Është e vështirë. Që të qëndrosh brenda disa kornizave. Kornizave. Jo, është e vështirë që t'japësh përgjigje, por është edhe shumë e vështirë që ti të kesh dikë përballë edhe të pyesësh. Për te çdo gjë, se ka shumë njerëz që një pyetje mund të ta marrin për keq. Kjo është, po them, bicikleti im më i madh në këto 10 vite punë. Nëse ai tjetri përballë, do ta marrë pyetjen për keq dhe nesër nuk më vjen më në intervistë. Unë nuk e dua këtë gjë. Ti do që ti unë e kam parim në punën time që përpara çdo interviste unë i them të ftuarve, ne do të bëjmë pyetjet e mia normalisht. Nëse ti do të shtosh diçka në kuptimin do e pyes paraprakisht do diçka që unë do të pyes që e ke për një çështje caktuar. Caktuar që unë ta shtoj. Jo, po nuk ka rëndësi, ama në fund kur unë mbyll intervistën e i them faleminderit shumë. Në momentin që fiket kamera, nëse ti do të presësh diçka, ma thuaj, unë e heq në sekondë, edhe nëse jam live. Përpara se ta hedh intervistën në YouTube, e pres direkt, sepse nuk dua që ai ftuari të vi nesër edhe të thotë Trevisa, shikoj se ti ma bëre kështu, edhe të ma mbylli derën. Jo, sepse gazetaria është punë e gjatë. Unë dua ta kem punën e gjatë edhe të bukur me njerëzit që kam afër në punë. Trevis, vazhdimisht
kur jam me ty në stadium, më ndodhe e njëjta gjë, domethënë që ti i përjeton ndeshje gjithë emocion. Po sidomos kur luajnë ca, domethënë kur luajnë një ekip. Si është për ty që të jesh Mund këtu po. Edhe të mos E përgjigje. kemi këtë fat mirë se nuk duket poshtë. nuk duket poshtë, e gati. Domethënë për shembull kur luan Partizani, dora ime këtej ose këtej varet nga cili kraj, po zakonisht në krahun tim të majt, bëjt e kuqe. Si është ta ndash pak këtë pjesën e tifozlikut, që ti je tifoze e Partizanit këtu në Shqipërinë superiore dhe në fundit duhet shkosh të raportosh dhe ti jesh përsëri korrekt dhe e drejtë. Si është ta ndash këtë pjesën e tifozlikut për ty? Dikur ke qenë tek Guerilsat. Po, Guerilsat. është e vërtet, unë nuk e mohoj absolutisht se unë nga shkallët e stadiumit kam dal, nga aty jam bërë gazetare. Po ka diçka. Unë që kur jam qenë e vogël e kam patur shef gazetarin. Dhe fakti që kisha mundësi të bëhesha gazetare sportive dhe për shkak të njohurive të mia, e kisha menduar mirë këtë pjesën që çfarë do të bëj nëse unë nesër do të drejtoj një emision sportiv. Çfarë do të bëj, çfarë do të ndodh nëse unë nesër do të jem një gazetare sportive që do të marr në intervistë futbollistë të klubeve të ndryshme, Vllaznia, Elbasani, Tirana, Skënderbeu, kush do të jetë në Shqipëri. Dashuria ime për Partizanin është shumë e madhe, është që në moshën 3 vjeç që unë të paktën e mbaj mend dhe babi im ka marrë në stadium edhe me vite me radhë, kushdo që më pyeste, unë thoya isha tifoze e Partizanit. Por ka diçka që puna dhe pasioni ndahen, sepse vjen një moment që nëse unë nuk e bëj punën siç duhet, mund të më marrë një televizion sot, një nesër, një pas nesër dhe mbaroj në aq televizionin në Shqipëri. Dhe ti ku do ta çosh pastaj punën tënde, këtë dashurinë për gazetarin që ti kishe, ku do ta ushtrosh? Në momentin që unë futem në atë studion time, unë i mbyll çdo gjë. Unë jam Trevisa që mbroj Tiranën, mbroj Partizanin, mbroj Skënderbeun, mbroj Teutën, mbroj Flamurtarin, mbroj Vllaznin, mbroj Kuksin, mbroj çdo ekip që luan, qoftë në kategorinë superiore, qoftë në kategorinë e parë, qoftë në kategorinë e dytë. Domethënë, nëse ti nuk e bën këtë, për mua nuk je gazetare. Sa nuk dallohet që është tifoze e Partizanit, e gjove? Pse? Partizani, Vllaznia, Tirana. Jo, gabim. Ishte ironike. Tirana. Tirana pra. Tash të parën po mirë tani se unë po flasë që kështu, se unë për veten time i them Partizani dhe Tirana, se tash si tironse që jam, ne i flasim çik me o, kështu që po unë e dua shumë punën time, e dua shumë futbollin, i dua shumë ekipet e mi të zemrës, dhe patjetër që i ndaj gjërat, sepse në fundit duhet i ndash gjërat në çdo lloj profesioni që ti bën. Po, mi e fjalën që herë të tjera krahu im do shpëtoj kur shohim Po Partizanin. mirë, Mirela, dhe ti shkorri 4 karike larg me i Larg te nuk ikim. Jemi për kështu. E po atëherë, në masa vesh një 5-6 bluzë. Ja japon zgjidhjen. Herën tjetër ti do jesh një radhë më sipër edhe kur e shet tensionuar, tensionoj. Edhe krahu jo shpëton. Nuk e njeh Po jo. Lore se nuk funksionon fare kështu me Trevin. Trevisa për Partizanin, domethënë unë thjesht rriqet, edhe një rast ishte duke festuar pa dashje kundër një goli që shënuar Partizanin dhe në atë moment unë rri se Po ti ke pse festove se nuk e mbaj mend. Qa halli kishe ti që festoja aty në qitë me mu? Po si ta pastaj si ta po festove dhe i herë. Do Jo. ja 5 sniper. Në andrit 4. e lash nuk flasë më. Unë duhet zhdukem nga këtu se. Edhe unë thjesht e pash Trevisën, shef shtrembër dhe unë direkte, jo, tash nuk po festoj. Tash rasti i bukur ishte i tash. Shiko, unë kam patur momente që është luajtur derbi dhe kam qenë fush pastaj pas ndeshjes. E di këtë. Kështu që ç'a do bësh? Unë nuk kam humbur asnjëherë kur kam qenë fush faktikisht. Të lutem riktheu në fush, tifozat e Partizanit. Të komentet të Trevisa në fush. Por ideja që
duhet ti ndash gjërat sepse vetëm në këtë mënyrë mund të jesh profesioniste dhe njerëzit të duan dhe të besojnë në punën që ti bën. Në të kundërt pastaj më mirë mos punoj. Për mendimin Patjetër. tim. Po, tani unë do të pyes një ca gjëra të vockla, që i din vetëm unë dhe ti. Por, Jo, nuk ishte kështu marrëveshja. si ka unë nuk do të vendos siklet, se du shumë. Edhe, ua, deklarata shurie kjo. Wow, me zemër. Duke qenë të dyja. Shiko, o tref nuk e kanë gjithë shansin që unë të shpreh dashurin dhe ti qesh kaq kështu. Edhe as të gjithë nuk e kanë shansin që t'jesh ti kaq Po e jo, butë. po. Pra. T'jesh ti kaq e butë dhe kaq e urtë. Njerëz të dashur dhe të nderuar. Unë dhe Trevisa me njëra tjetrën edhe bukën e ndajmë, kafshatën e fundit e ndajmë për gjysmë edhe Ashtu. Por për të gjithave, ti the, unë e di që ti je tifoz e Partizani, por le ta dinë dhe të tjerët që përveç tifozërisë dhe se sa drejt e shikon futbollin, kë e mendon nga skuadrat e superiores që realisht këto vitet e fundit ka dominuar dhe ka ecur mirë, por edhe ka arritur një strategji që Partizani ti duhet ta marrë si shembull. Mos ta vazhdosh pyetjen Egnatia, absolutisht. Egnat. Për mendimin tim, është skuadra më e kompletuar sot për sot. Një skuadër që po dominon futbollin shqiptar, këto po e tregon me trofet e marrë vit pas viti, titujt kampion. Këtë sezon për herë të parë është edhe pjesë e grupeve të Evropës, nëse do të mund rivalin e radhës, mund të jetë në Europa League. Nëse jo, është kualifikuar automatikisht në Conference League, kështu që për mua është në mënyrë absolute Egnatia një skuadër që po dominon, po shkëlqen futbollin shqiptar dhe mendoj që është një strategji që duhet ndjekur jo vetëm nga skuadra e Partizanit, por nga gjithë skuadrat e tjera që pretendojnë të shkojnë lart, të bëjnë një ekip rivalizues, konkurrues që në fund fare të përfitojnë edhe nga ato milionat e Evropës dhe në fund fare se nuk është vetëm pjesëmarrja që ti do luash në Evropë, vinë shumë gjëra. Shiten lojtar, që nga drejtat bileta, të drejtat televizive janë para që grumbullohen për klubet, janë përfitime shumë të rëndësishme. Këtu te ne se bëjnë këtë sepse që kur mbaron sezoni e heqin nga trajneri dhe deri te gjithë lojtarët, jo i shesin edhe fillojnë me ekipin nga fillimi çdo vit. Sa gjasa sipas mendimin tënd ka Egnatia për shkuar në grupet e Europa League pas asaj fitorie madhështore, duhet të themi, përballë Shamrokut 5-1 që shumë pak e prisnin, dhe nga ana tjetër Dinamo që s'duhet lënë pa përmendur, që ka përballë mendoj një ekip akoma më të vështirë se sa Egnatia, Pafos, që sezonin e shkuar e pam që ishte në grupet e Champions League. Shiko, unë mendoj që futbolli është i bukur se topi është i rëmbullakët dhe bën shumë surpriza. Për një moment e ke ti topin në këmbë, për një moment e ka rivali jot. Prandaj kam përshtypjen është edhe sporti më popullor në të gjithë botën, sporti më i dashur, se ja dalin edhe skuadrat e vogla që bëjnë surprizën. Pafos është një ekip që ka vetëm 14 vite në mos gaboj që është krijuar. Po. Dhe nuk ka patur asnjë lloj historie. Dhe vitin e kaluar luajti në Champions. Dhe më thënë një ekip që nuk ka asnjë histori, ka vetëm një titull kampion, në mos gaboj, shkon luan në Champions me... Po është një projekt goxha serioz, sepse për kaq vite ti ekip qipriot. Këto po them që vjen pas një lloj historie, luan në grupet e Champions League, fiton titullin, je tani gati për të hyrë në Europa League, domethënë është një tregues shumë i qartë që po bën shumë mirë. Por unë kam besim qoftë tek Dinamo, qoftë edhe tek skuadra e Egnatias, sepse janë të dyja ekipe që po japin më të mirën e tyre. Ndoshta, po themi edhe nuk kemi buxhetin e atyre rivalëve të tjerë, por në fundit pse jo të mos tentojmë gjithçka për gjithçka, se kjo është e bukur, njeriu futet all-in në fushën e blerë. Pse jo mos shkoj Egnatia në Europa League? Pse jo mos t'i bjerë Juventusin në grup edhe të shkojnë ta shohin Juventusin këtu, bra? Shikoj. Eurobenia, i zgjuar, kjo do ishte shumë e bukur, po. Sepse Egnatia është nuk mund të luaj në Rogozhin ndeshjet në grupe për shkak se nuk ka kapacitetin e dur, kështu që është detyruar të luajë në Eurobenia ose në Elbasan Arena. Besoj varet nga rivali, se nëse do të luante në Europa League me Juventusin nuk mund të luajë në Elbasan Arena, se sa Juventin ka Shqipëria.
Do zihem për bileta. Mendoj që në atë ndeshje nëse do i binte hipotetikisht, duke e marrë kështu në rastin më të mirë, ja se Do filloj gëzojnë të to. manifestoj. Si Dua Lipa që manifestoi për shoqin e vet, unë do manifestoj që të vi Juventusi këtu. Shkoi Ignatia herë në Europa League dhe pastaj Po thash do vi Juventusi këtu, ka ikë Ignatia, ka marrë punë, si do vi, do luaj me Kemi mua. pse të shojmë tetën, mbaroj u kualifiku. edhe thjesht e kuptoj. Domethënë ju mendoni që stadiumi Erol Benja mund të mbushet më shumë nga juventinët se sa nga tifozët futbolldashës shqiptarë që mund të mbështesin një skuadër Shiko, shqiptare. Jo që vetëm nga juventinat, sepse në radh parë janë të limituara biletat për miqt. Po, ti mund të shkosh tek biletat e Me unë jam vendasianse. tifoze e tjetër- Juventusi, ças do shkoj në stadium se është i prit, mo, limituar. vllai, Unë shkoj te tifozët e Nga Ignatis ana dhe më tjetër, du fort, po. të Prit se them. po më vinin çika ato që kam qef të shoh. Këtë po them, për nga ana tjetër nuk do thotë që aty në stadium do shkojnë vetëm tifozët e Ignatias apo Patjetër. Juventusit, po. Do shkojnë, po themi, Gjithkush pjesa më e madhe do jetë e njerëzve që e duan futbollin italian, patjetër. se nuk të vjen shpesh Juventusi në E njëjta gjë në edhe Shqipëri. nëse do jetë Milani. Milani. Tjetër, kush çdo ekip që të jetë, domethënë Shikon, skuadra të mëdha që të vinë, është luks për t'i parë, se jo të gjithë kanë mundësi që të shkojnë në San Siro. Në San Siro apo në Torino. Unë kam qenë në Torino, e kam parë Juve Inter në Kupën e Italisë, por nuk e kanë gjithë të shans. Ama këtu në Erol Benja mund vinë me 20.000 lekë biletën Po për ta bërë patjetër, këtë plus gjë. edhe akomodimet Dhe dhe kjo këto i është gjë kanë shumë e mirë sigurta. sepse do të shkojnë në arkat e klubit të Ignatias. Ignatias. Sigurisht që edhe Ignatias do t'i shkonte Interesante. për po themi për interesin e saj. Patjetër që dhe gjithë ne si shqiptar duam që Ignatia të bëjë mirë, po themi. Dinamo të bëjë mirë. Jo, edhe për balli Juventusit, shiko se një sekond. Unë jam tifoze Juventusit. Kjo ishte pyetja që doja të bëja. Por nëse ndeshjen e Ignatia dhe Po çfarë do të bësh? Do të Juveja bësh me dhe armiq, fiton me Ignatia, si do me ja klubin e bëni? Ignatias tash, kjo do që të më ishin nga puna. Thon ti je non grata në rrogoshin. Jo, se tani po flasim. Shiko, kur s'm kanë shpall mua në ngrata, ta siguroj. Jo, s'ka shpallur se nuk je aq e rrezikshme me u shpall, po se për te shakave, sigurisht Juventusi është klubi im i zemrës. Edhe unë nuk njoh këtë Juventusin e viteve të fundit, po njoh Juventusin e atij Del Pieros që është aty I shokut këtu. pas krave të Gerit, e Nedves, e Trezegues, e Buffonit. Davids, e Buffonit, e ka shumë legjenda që kanë qenë në ato vite që unë nuk i harroj me të thënë të drejtën, se realisht ka qenë një tjetër Arsye pse e bëre histori, tifoze. po patjetër. Doja që Ignatia të bënte mirë, sigurisht në Evropë, për futbollin shqiptar, për ne si Shqipëri, për ne si shqiptar vet. Po tani dhe Juventusin e kam qejf, ama nuk është se do mërzitesha unë nëse do humte Juventusi një ndeshje me Ignatia. Nëse do t'i duaj më shumë Juventusi dhe jo Ignatias, patjetër që Me që na e solle Juventusin këtu në tavolinë. Hajde. Shi se ne nuk po i hym detajeve shumë, po marrim thjesht një transferim të fundit të Juventusit. I parafundit më saktësisht, ishte bosnjaku Alaj Begović. Një mesfushor sulmues, i avancuar, winger i djathtë, i cili shkëlqeu, do të thënë drejtën, në botror. është vërtet. Po tani, si thon gjua, shkon aty ku dhëm dhëmbi. Neve na dhëm te Zhegrova. Zhegrova, vërtet. Ai e kishte shumë të vështirë sezonin e shkuar. Konkurrencë me Conceição, tani bëhet konkurrencë edhe me Ale Begović. Ku do i dal fundi, mos ndoshta do ishte më mirë që t'ishte huazuar diku tjetër apo Është përfolur Si është, që Zhegrova mund të huazohet për të patur ndoshta një sezon të mirë, por varet se si është edhe synimi edhe pamja që vetë trajneri Spalletti ka në skuadrën e tij, sepse në rast se trajneri Spalletti thotë shikoj, unë dua Zhegrovën në ekip. Spalletti në E 2-3 dua. raste kritikash që ka pasur për të, ka qenë aspekti i tërheqjes në mbrojtje, Po, për shkak se ai nuk e bën. Nuk këtë e pjesë, bën, Dhe po. lojës së Spallettit nuk i përshtat ky aspekt. Po, Ama dhe- cilësitë si lojtar i ka vlerësuar gjithmonë. por Spalletti e di këtë gjën. Dhe ai nuk e bën dot, se ka lojtarë që nuk e bëjnë dot këtë gjën. Sa do të përpiqet, ndoshta edhe bën dhe më keq. Po kemi parë që lojtar më pyk, si për shembull Harry Kane, që është një nënsh i mirëfillt, e bën që të rrihet mbrapa dhe e bën shkëlqyer. E Që bën. deri para 3 vitesh nuk e çonte kush e përmend që mund ta Sepse bëj diçka të po, tillë. sepse askush nuk e kishte Po nëse ti nuk e kishte kërkuar Harry Kane-it për ta bërë. po tani që po ja kërkojnë Po e bën. kur?
Po e bën në shumicën, po pse nuk e bëri me Anglinë Harry Kane? Jo Harry Kane, po flas për Jo, Giroud. flas po flisja për Harry Kane. Harry Kane patjetër, Pra, e Harry nisi- Kane deri dje se kishin kërkuar, sot po ja kërkojnë ta E bëjnë. nisi Dhe po e kompani bën. të Bayerni, e cili e integrojnë këtë lloj moduli, të njëjtën gjë Po. pastaj e zbatoi edhe Tuchel. Po e bën. Pra, Shej unë gol Zhegrovës që ta kishin. zbatoi Harry këtë gjë. Kane nuk e kishte kërkuar asnjë trajner në të Absolutisht. kaluarën. Që ne ta dinim me bënte ky lojtari, Zhegrovës e kanë kërkuar dhe nuk e bën. Pikërisht këtë po them. Sepse çka është që nuk stili shkon me të i lojës, ashtu e ka mënyrën e lojës. Nuk e ndryshon, do të shumë e vështirë që ti në moshën 25 vjeçare, po dhe 26 vjeçare të ndryshosh stilin e lojës. Ai mund të përpiqet, por janë disa raste që e bën më keq lojtarin. Po e bëri Harry Kane që ishte 31. Po e Këtë po bën themi Harry dhe Kane është sepse ideja nëse ai nuk e bën Harry dot. Kane mund ta ketë bërë këtë gjë, Se nuk edhe kërkon në që të shkojë diku kaluarën. tjetër që ti përshtatet ky lloj Mund ta ketë moduli. bërë në stërvitje. Ai mund të jetë lojtari që e ka bërë dhe tek moshat. E ka bërë këtë rol. Ama Zhegrova s'e ka bërë për Këtë shkakun po them, asnjëherë në në jetën e vet. mungesë të diçkaje të tillë, se nuk shikon që të shkojë tek një ekip i cili përshtatet më shumë atij moduli dhe Se ndoshta ka lojtar- qenë vetë, se ne nuk e dim, po Apo ndoshta ka e bën qenë aty vetë emri i trajneri Francës. që veti ka thënë, "Ok, unë dua të kem këtu." Ose mund të jetë rasti që Por, vetë lojtari por dëshiron unë e di që është ende në merkato. Pra, në kuptimin që mund të lëviz. nëse del diçka e fundit mund të lëviz. Pastaj ka diçka, unë besoj shumë për veten time në Zot, ndoshta jam gabim, çfarë është kismeti jot, është kismeti jot dhe nuk ta merr njeri. Çfarë të ke shkruaj sot? Kështu që Mund ne të jetë edhe kjo arsye tani që po e them. mendonim do tani që po themi një shqiptar të shkonte te Juventusi ose Zhegrova të luante te Juventusi. Patjetër, super Tani nuk arritja e- e Kështu të Siamohon. dilja, nuk e- ose është tjetër edhe kjo fakti sepse Juve është shumë ekip i madh, Juventusi është shumë ekip i madh dhe atij i duhet për emrin e tij ndoshta që ka qenë lojtari i Juventusit edhe e mban kjo petku i ekipit të madh. Siç e mbajti Cristiano Ronaldo petku i Interit. Interit. Kjo Po. është ideja dhe kjo gjëja, janë domethënë- mundësi që nuk është se të vinë shpesh herë në jetë, edhe ti, edhe nëse nuk e ke si modul, pse mos të sforcohesh dhe të përshtatesh për hir të këtij klubi të madh, kësaj mundësietar që të ka ardhur, që nuk është vetëm Zhegrova, kishte mundësitar të Aslani, siç e the, kishte edhe Reymana, si të Interi, si të Barcelona, kishte broja tek Chelsea, për 1001 arsye, vajton si vajton E puna, di si është puna gjerë, është si kjo të themun të hajde tani, ku dion, do shkosh të punosh në një vend, po me kushtet që thot pronari, dhe ti thua jo vlla se unë kam këto kushtet e mia, se shumë ka pëlqyer pronari jot. Pra unë po bëj këtë gjën dhe me këto kushte ai ka thënë që ai ideali bën, por unë dua t'ja ndryshoj. Ti thua po jo, s'unë sa bëj dot këtë gjën. Se e kam bërë gjithë jetën time kështu. Jo për t'i dalë në mbrojtje të Zhegrovës apo askujt tjetër, se secili ka mënyrën e tij të luajturit apo nuk e di situatat e veta, ndoshta ai di ta bëj dhe s'do ta bëj. Patjetër, edhe mund ta bëj ai këtë gjën. Thjesht nuk do. Por janë ca gjëra që ndoshta bëhet dhe më keq për lojtarin. Ndoshta Zhegrova mund të përpiqet ta bëj dhe se bën mirë. Se ndoshta shiko, nuk është budalla po e marr kështu ai Spaleti, ë? Po jo më jo Se ka patjetër. patur ka një CV shumë të rëndë në shpatulla. Napoli, Dhe ai e ka provuar Zhegrovën dhe në stërvitje. I ka thënë të tërhiqur mbrapa, dhe ai Absolutisht. ndoshta s'e ka bërë dot mirë. Është munduar, nuk është budalla Zhegrova të mos tërhiqet mbrapa mo. Se nuk është budalla askush të mos ta kuptoj. Se ai nuk do të ikë nga Juventusi. Jo. Dhe po ta shohësh dhe në rrjetet sociale, njerëzit e duan. Patjetër. Edhe vet adminët e Juventusit e duan. Ju Domethënë, sulën tifozët për të marrë bluzën dhe sfida që këpucin. kishte, që Po, kishte dje me misare. Next Generation. Po, e zhveshën, Absolutisht. domethënë e mbytën. Njerëzit e duan, nuk ka të bëj, jo po është mendje madh, jo po tash gjithë lojtarët janë më të mëdhenj kur arrin në nivele të tilla. Nuk kemi fare kësaj pjesës. Por ideja është që edhe ai do vlla se do të luajë dhe ai titullar me Juventus, se është mundësia më e lartë që i ka ardhur në jetë, po ndoshta nuk arrit të përshtatet me atë mënyrë loje. Se nuk e di nëse e ke parë në stërvitje, në mos gabojnë apo jo, ka qenë ndeshje? Apo stërvitje, nuk më kujtohet, ose misore stërvitje që Kenan Yildiz jep asis dhe Zhegrova bën një super gol. Në mos gaboj ka qenë misore. Në ndeshje misore. Misore Po. në Kin, në mos gaboj. Po. Domethënë Para ishte një jave. spektakël dhe gjithë njerëzit u thonë o vlla, po këtë gjë ti duhet ta bëje Në ndeshje zyrtare, po. me Galatasaray'n pra që të kualifikoheshin më aty, se ishte në Champions ai goli që s'u bë. Pse ti se bëre këtë gjë? Po sa është kismet pra? Po ti ishte bërë ai goli aty, e di se do t'i ndryshonte jeta aty Zhegrovës. Se do kishte edhe ai besim më tepër te vetja vet. Ai s'ka minuta, ai ka patur dëmtime. Është një situatë që është edhe pak
e lëkundur jo vetëm për Dikon fajin dhe e atij, emocionalisht tani të gjëra. po të fus si trajneri minutë 92 dhe 95 mbyllet loja, çfarë do bësh e grova për 3 minuta? Dhe zoti të jetë se Jam shumë dakord. domethënë nuk ndryshon Në gjë. këtë aspekt e kisha, në moment që ai ka kaq shumë trysni nga gjitha anët, mbase mos do ishte mbase opsion më mirë, jo që të largoj përfundimisht. Jo, një patjetër, periudhë e kuptoj, huazimi, huazim. Po, tek një klub që mund të kishte më shumë minuta. Këtë ne se dim pra Jo, se në Itali si nuk do donim ta kishim marrëveshja. kundërshtar. Këtë nuk dim. Si ato palët janë ul fillim të Ishte sezonit. hipoteza dhe po hedhi. Po patjetër pra, nuk e dim se si palët janë ulur në fillim sezonit dhe kanë diskutuar çfarë kërkohet nga Zhegrova. Ndoshta ai Zhegrova po e bini trajnerin në ndeshjet miqësore. Qoftë për t'i dhënë këtë sezon edhe 30 minuta, po 30 minuta është pak më ndryshe, po të luash 30 minuta Te Juve. për disa ndeshje, mund ta kapësh vendin e titularit nëse ti bën mirë. Dakor se është sezoni i gjatë, mund të ketë dëmtime edhe të lojtarit Kështu tjetër, që absolutisht. është patjetër dhe Juventusi nuk synon më të bëjë një sezon që të heqet e trajnerët me sezonin siç ishte viti i kaluar dhe shumë vite më përpara. Urojmë që jo. Kështu që se u bën vite me radhë që po heqim trajnerën me sezonit. Halle Juventinës Po këto. riciklojmë trajner më së. Kështu Halle që jemi Juventinës, bën më keq po. se ekipet e tjera. Juventusi duhet S'ka të më për të rikrihet humbur, dhe ndoshta thuaj, vetë sepse- Spalletti kërkon që të ketë alternativa. Ai dhe çdo kush tjetër duhet të presi rastin e vet. Se vetëm në këtë mënyrë mund t'ja dalë. Ndryshe pastaj nëse tek këtë sezon qëndron te Juventusi dhe nuk bën më të mirë, ti u mendoj që pastaj okay. Po, duhet konsiderohet edhe ajo. Vazhdo vëlla se ti po bëhesh shumë mirë atje ku isha. Të largojmë pa nga Juvja se unë ngela këtu. Lodhet, ja? U lodha unë, që kolla i ma... Bavareze. Doja që ta rikthej edhe një herë tek kombëtarja shqiptare. Një pyetje e shkurtër. Nëse do të ishe një ditë në rolin e trajnerit kombëtares, në që e kemi dhe të freskët me 2 miqësore, Po. e supozojmë që çfarë do ndryshoje te vetë kombëtarja dhe tek pjesa e komunikimit me media? Komunikimit të mediat, trajnerit me median apo Të komplet organizimit të kombëtares përballë me mediat, thotë. Do më thënë në të dy aspekt, nëse do ishe edhe trajneri kombëtares, çfarë do ndryshoje, dhe aspekti tjetër lidhur me komunikimin si përfaqësuese. Jo si trajner. tani, shiko, ne njohim më shumë trajnerin Silvinho sepse me atë kemi punuar gjatë Gjatë, për një kohë të gjatë. dhe ai ka qenë një trajner që të paktën nga seanca stërvitore që ne kishim në dispozicion ato 15 minutëshin për t'i ndjekur, ishte shumë fani, shumë i afërt me lojtarët, mbaj mund fillimet e tij që i takonte një nga një, i pyeste Si jeni? si jeni, në cilat role ju preferoni të luani, ku ndjeni ju më mirë, domethënë kishte një marrëdhënie që ishte duke u formuar me Shumë me familjare, lojtarët. familjarizim Dhe unë shumë mendoj mirë. që kjo është gjëja më e mirë që një trajner mund të ketë me skuadrën e tij. Nuk e di nëse trajneri i ri do të ketë një njëjtën marrëdhënie me lojtarët apo do të jetë më strikt. Kemi patur trajner strikt në rastin e Cristian Panucit që nuk shërbeu, u largua shumë shpejt, ishte zhgënjim shumë i madh për te emrit që ai kishte si futbollist. Tashmë unë ky është mendimi im që me lojtarët duhet të kesh një marrëdhënie që të jetë e ekuilibruar, të jetë një marrëdhënie që jo lojtari që të hipi, po themi mbi Të ruash një shpinë, farë balance. të ruash atë balancën që ti jesh edhe trajneri, po ti jesh edhe një farë, po them, shoku në momente të caktuara që ai të vi dhe të thotë lirisht, shiko, Është ky problem. profesor, ne kemi këtë problem. A mund të ulemi ta diskutojmë të gjithë? Nuk po them kam vetëm mund që të bëhem egoiste dhe po shkoj unë, shiko, pse s'm lejti të luajmë apo lej vetëm Mirelën në burrë, se unë kam marrë se kështu bëhen të ne. Puna është që të ulen palët, të shtrohen edhe të flasin me jo me tone të ngritura, unë jam trajneri dhe unë e di këtë gjën. Jo, se ti je trajneri, po e kemi kuptuar që në futbollin e sotshëm kam përshtypjen edhe dikur, që unë kam qenë e vogël, Lojtarët të largojnë. lojtarët të largojnë. Lojtarët Bëjnë një sa ta grup i zbartin mirë edhe edhe ta ngjisin. miropafshim pastaj dhe ti zbëhesh. Jo vetëm aty, po kudo që të shkosh. Kështu që duhet të mbruash këtë balancën që ndërsa sa i takon aspektit me mediat, unë personalisht i kam shumë qef trajnerët e drejt për drejt. Pra jo një trajner që ti e pyet pse Mirela nuk është në grumbullim, dhe ai ti bie Nga kino. Dhe në konferencën për s'ka është shtyp. në grumbullim sepse unë kam vendosur të mos jetë. Kështu e kam Nuk i parë përshtatet lojës time.
Pra rri sinqert, mos thuaj që lojtari është i dëmtuar dhe lojtari del në stërvitje me ekipin e tij. Mos thuaj që lojtari është grumbulluar, edhe mund të luaj. Jo vlla, nuk luan sepse nuk është për mua. Unë këtë modul kam. Unë kam këtë fiksimin tim me këto 11 centime. Më pëlqeu te Maran, te konferenca për shtyp kur ishte Maran për grumbullimin e lojtarëve, kur u shpall lista, që ju bë pyetja për Ivan Balliun, për një mbrojtës të djathta, pse mungon Ivan Balliu. Dhe ndryshe nga të gjithë që mund të ishin shmangur, ai u tregoi drejt për drejt. Tha Ivan Balliu po mendon të tërhiqet nga kombëtarja. Dhe u shpreh, dhe kjo ishte një mënyrë drejt për drejt e gjithë gjës. Dhe tha unë s'kam pasur shumë kohë në dispozicion për të përgatitur gjithë listën. Është një listë e përgatitur kryesisht nga stafi i federatës. Po, mora ato që ishte e gatshme. Po, që ka parë që kanë luajtur edhe në ndeshjet. Ka qenë diçka e vendosur shumë shpejt, sa për të shpallërisht. Ishte bërë për 3-4 ditë, domethënë 3 ditë. Kështu ka qenë e gjithë ditë e marrëveshjes. E kundërta që para pak kohësh bënte Silvinho kur pyetej mbi të ardhmen e tij te kombëtarët që devijonte vazhdimisht. Në fillim nuk ka qenë kështu, mbrapa u bë kështu që devijonte dhe u bë shumë edhe bazike për në mediat sepse merrnim gjithë të njëjtat përgjigje. Dhe ti kur thoi që është trajneri Silvinho në konferencë, okay, se e dim se çfarë do thotë, se 3 pikët, se do luaj Muçi, jo po Muçi është i dëmtuar, jo po, domethënë, jo po shikoj. Është bërë shumë bazike, unë si gazetar dua gjëra të reja. Në konferencë për shtyp. Mos po them ti më tregoti mua 10 titullare që do luash nesër, se edhe vetëm me që budalla më tregu. Por të paktën thuaje gjën siç është për të thënë. Je pak më i hapur me publikun. Më transparent. Më transparent, sepse ndoshta nuk do t'i vi mirë shumë njerëzve, po të paktën ti do kesh atë, shiko se unë kështu jam. Unë jam diskutuar me lojtarin. Por e kështu kam parë unë të arsyeshme në fund ditës derisa mua më keni sjellë. Unë jam trajneri, po, asnjëherë nuk e them këtë, pra se kjo është problemi dhe prandaj them që duhet të jetë çik më të transparent, më drejt për drejt, më të sinqert. Tref për të shkuar drejt fundit sepse edhe minutazhi ka filluar, domethënë jemi në të fundit, por do të pyes edhe një gjë për kombëtaren, për lojtarët që nuk kanë minutazh në ekipet e veta ose disa që kanë mbetur dhe pa ekip, apo nuk grumbulloheshin fare, jo vetëm minutazh, por nuk grumbulloheshin fare as në ndeshjet zyrtare të ekipeve të tyre. Çfarë mendimi ke? Cili është mendimi jot? A duhen këta lojtarë të thirrën më në kombëtare apo duhet që t'u jepet atyre koha që të rikuperohen me ekipet e veta dhe pastaj të thirrën në kombëtare kur të jenë në gjendjen e tyre maksimale, të jenë në gjendjen e tyre më të mirë? E tha mirë Mirela, kemi pas shumë raste që gjatë gjithë sezonit nuk kanë qenë fare aktiv me klubet e tyre respektive. Është vërtet, unë nuk do doja të përmendja emra. Jo, pa emra. Te fakti që si fenomen. Unë i njoh edhe nuk dua as të më keq kuptojnë. Problemi këtu nuk qëndron tek lojtari. Unë personalisht kështu e mendoj. Problemi këtu qëndron tek trajneri. Trajneri nëse e sheh që Mirela ka gjithë sezonin nuk luan, okay, unë i jap mundësi se ti nuk mund ta hetësh poshtë një lojtar. Jo, absolutisht. Nëse klubi ty nuk ta aktivizon dhe ti të mos aktivizosh, mos ta marrësh se klubi, ajo është ti të dëmtosh lojtarin tënd. Ti sigurisht do t'i japsh një mundësi. Dhe nëse ai bën mirë në kombëtare dhe nuk luan në klub, ti do ta marrësh vllase, ti më thua mua më ka bërë punë. Po, patjetër. Por në momentin që ti luan me një lojtar që ka humbur çdo gjë, dhe gati dhe në reflekset e tij se të luash një vit vetëm 90 minuta pa e marrë kështu, se nuk e di nëse ka një lojtar me 90 minuta, për mua është nuk je më trajner, po bën qoka. Tani unë nuk po them që se, për shembull, vitin e kaluar kishim lojtarë që ishin që me Gjimshitin e Mitaj të dëmtuar, i bie ti të heqësh pjesën më të madhe të ekipit kombëtar dhe ti lësh jashtë se s'kan minuta. Këtë nuk e bën dot. Se ndodh edhe në vende të tjera të botës, se nuk jemi Franca neve që të kemi aq shumë talente, sa Franca që ka dy formacione titullare, qoftë edhe i stolit edhe një shtëpi që i bie 3, edhe 4 ndoshta. Ne jemi Shqipëria, po flas edhe për Kosovën ndoshta. Dhe sigurisht që unë do të kërkoja nga trajneri të merrte edhe lojtarët që nuk kanë patur ndoshta shumë minuta në dispozicion. Por, duke mos lënë jashtë lojtarët që po shkëlqejnë dhe po bëjnë më të mirën e tyre me klube. Jo, ti bëj vend për të dyja palët. Dhe në formacion ti bëj vend për palët që po bën më mirë. Patjetër, po mos ja humb sezonin atij tjetrit që ka bërë mund gjithkohë sepse Këto po them, ishte rasti i Muçit, po e marr kështu me emër konkret sepse u bë gjëja më e madhe, u bë histori,
Tani Muçi po kalonte një super form në janar në shkurt me ekipin e tij Trabzonsporin. Po shënonte rregullisht, po asistonte rregullisht, domethënë ishte në super form dhe në ndeshjet më të rëndësishme që Shqipëria ka dhe që i duhej pikërisht një lojtar si Muçi, ndoshta Muçi mund të ishte lojtari Më i keq. 0 në atë ndeshje. Më i Po dobët. 0, nota 0 do të ishte, domethënë që nuk e dia ka notë 0. Në futboll, notën 0 mund të merrte. Ti pra duhet ta provoje. Për gjithë tifozët që e kanë pritur Muçin, por dhe për vetë lojtarin, se tani ai lojtari po bën më të mirën dhe ti nuk e fut, e aktivizon futboll, çfarë do bëj Muçi? Edhe Messi s'ka çfarë bën aty. A kishte çfarë bën Messi në finalen e botrorit? Do thoshte ishte 39 vjeç edhe po s'bëri pra Messi, asgjë është më, Messi. nuk ka rëndësi. Dhe kurse bën ai- Ishte dhe Ronaldo, edhe në botroret e kaluara, se prandaj më vjen shumë keq, domethënë nuk e fitoi dot një botror. Se vinte një moment që Unë madje që luante gjatë gjithë kohës, se po s'ke. Jo më Muçi që u fut në fund fare, çfarë do bënte Muçi aq minuta sa luaj? 7 minuta. Po çfarë do bënte? përveç Muçit, Trevisa Ka për dhe shumë shembull lojtar ishte- tjerë e jo, mora Muçi për sepse u shembull, një bë që mua më një kam- episod shumë i madh Jam në shumë Shqipëri. dakord, mua personalisht për shembull që më ka bërë përshtypje ka qenë pjesa e Arnor Mujës, që në Belgjik ka luajtur rregullisht, mbas Yasir Hasanit, i cili kaloi një periudhë jo të mirë për shkak të luftës Luftës një së anë tij, herë po. të si i vajtën gjërat, sërish ai nuk u zgjodh që të grumbullohen kombëtare. Ndërkohë që po shënonte në Belgjik dhe asistonte dhe ishte E njëjta në gjë 4 ndodhi ndeshje edhe me rresht lojtari i ndeshjes. dhe me Anis Mehmetin, domethënë nëse unë po los rregullisht 90 minuta. Tani në një ndeshje do los 70-80, ç'a do të bëj më shumë Ky ditë pra të është thrasësh. që Duhet gjeti fare trajneri duhet të mos i ai hakun atyre lojtarëve që e meritojnë të luajnë. Në rregull, patjetër ai shen stërvitje, ndryshon kombëtarja me klubin, kjo është fakt, por në fundit një që nuk luan dhe një që luan, unë kam përshtypjen që ai që luan është më në formë se ai që nuk Po, luan, po. se vetëm po janë edhe koncesion vetë janë gabim. reflekset që Se tani ti provoje një herë. Po sigurisht, se ka lojtarë që pavarësisht që luajnë apo nuk luajnë te ekipi vet kanë atë staturën e fanelës kombëtares, domethënë staturën e flamurit dhe Patjetër. vetiu flamuri ju ringjall ndjesi dhe ju ringjall ndjenja dhe i bën që të shkëlqejnë akoma më shumë kur janë te kombëtarja. Ka futbollistë të tillë që gjithmonë për kombëtarin shkëlqejnë ndërsa për klubin nuk janë në nivelin e tyre po maksimal. se e kemi parë jo vetëm te kombëtarja jo, jo, po edhe gjitha gjithë kombëtarët botën, tjerë, patjetër. jo më kishim Argentinën, dyshja mes fushës, McAllister dhe Enzo Fernandez, të dysh sezonin e kanë pas si thuash Po lëri mos shko Si te Argentina, katastrofal shiko dhe pak shkëlqyer. dysh mes fushën e Portugalisë. po A ishin kampion? po e A dolën vërtet. kampion me Paris? Vitinha, Po. Bruno Vitinha Fernandes, Tani ato ishin Joao një Neves. nga më të mirët në botë. Po dhe në fund Fituan çdo gjë dhe ku shkoi Portugalia? Ç'a bën ato lëre Portugalinë? E Asgjë. nxorën as ndorën një ndeshje tek e tek se bashkë asnjëherë. Ja. Prandaj them, por është puna e trajnerit. Patjetër. Trevisa, duke të falenderuar që të kishim sot këtu. Dhe duke të thënë shumë faleminderit për gjërat e bukura dhe të vërteta që na the, dhe që shumë raste njerëzit duhet të nxjerrin offside dhe ti i nxjerr me lezet. Me lezet pa lezet, Me po i spon pas nxjerrim. spon i nxjerrin nga të flamurin offside, thot vazhdimisht Trevisa. Shumë faleminderit dhe të Ishte pres herë të kënaqësi. tjera të vish. Patjetër Unë dhe Geri do jemi këtu, por ju lutem vetëm herën tjetër jo me bluzat e Juves. Oh, Jo, tani që na ja, the tani, Tine do të vinë me shefti. Juves, se kishim Se ka marrë një fanell të re unë. Ishte vërtet kënaqësi shumë e madhe. Unë u kënaqa se isha shumë rehat, kështu si në shtëpinë time, ishte intervista e parë për sezonin e ri, unë po e marr kështu se ka nisur sezoni për mua. Me sepse të mbara inshallah. Kështu që ju uroj shumë suksese, edhe paçi sa më shumë punë. Edhe ti me kreativitet. Që dashur shikues, faleminderit dhe do shikohemi përsëri në puntatën tjetër. Mirupafshim.